Autoritetet rumune përshkruajnë mundësinë e përfshirjes më të madhe të operacionit mbështetës së aleatëve perëndimor në lindjen e mesme. Presidenti i Rumanisë ka mbledhur Këshillin Suprem të Mbrojtjes për të diskutuar kërkesën e mundshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përdorimin e bazave ushtarake në territorin rumun. Sipas burimeve politike, në qendër të diskutimeve është baza ajrore, një nga instalimet strategjike të rëndësishme për operacionet e NATO-s në rajon. Washingtoni besohet se ka kërkuar leje për të përdorur këtë bazë për operacione mbështetëse që lidhen me zhvillimet e fundit në konfliktin me Teheranin. Këshilli i Sigurisë pritet të analizojë gjithashtu pasojat për përshkallëzimin e tensioneve në lindjen e mesme mund të ketë për sigurinë kombëtare të Rumanisë, por edhe për tregun energjetik të vendit. Kriza në rajon ka arritur shqetësime për stabilitetin e furnizimit me energji dhe për ndikimin e mundshëm në ekonominë europiane. Ndërkohë, disa vende të Bashkimit Evropian kanë ndërmarrë masa konkrete për të përforcuar praninë ushtarake në rajon. Shtete si Franca, Greqia dhe Italia kanë dërguar anije luftarake pranë Kipros, pasi dronet të prodhuara nga Irani goditën një bazë ushtarake britanike në ishull. Në të njëjtën kohë, një pjesë e vendeve europiane ka lejuar përdorimin e infrastrukturës së tyre ushtarake nga aleat për operacione mbështetëse. Zyrtarët e lartë të BE-s kanë dënuar sulmet iraniane në rajon, duke bërë thirrje për ulje të tensioneve me zgjedhje diplomatike të konfliktit. Baza ajrore Air Base ka pasur prej vitesh një rol të rëndësishëm në praninë ushtarake amerikane në Europën juglindore. Vitin e kaluar rreth 1000 trupa amerikanë u tërhoqën nga kjo bazë pasi prioritetet strategjike të Washingtonit u zhvendosën drejt kufive të brendshëm të rajonit të Indo-Paqësorit. Megjithatë, rreth 1000 ushtar amerikan vazhdojnë të jenë të stacionuar në territorin rumun.